Protestë paqësore para misionit të shqiptarëve në OKB në mbështetje të banorëve të Bucks Riollit. Në 10 prill 2026 në New York, një grup aktivistës shqiptaro-amerikan dhe banorë të Bucks Riollit që jetojnë në Shtetet e Bashkuara organizuan një protestë paqësore para misionit të përhershëm të Shqipërisë pranë Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Qëllimi i kësaj proteste ishte të shprehnin mbështetje për banorët e zonës së Velipojës, të cilët prej muajsh po luftojnë për të mbrojtur pronat e tyre të trashëguara. Protesta u organizua nga aktivistë të komunitetit, duke përfshirë figura të njohura si Mark Qehaja. Aty morën pjesë edhe të rinjët e reja që u bashkuan me moton "Zëri ynë ka nevojë për unitet dhe forcë". Protestuesit mbanin pankarta me mesazhe të qarta: "Pa drejtësi për pronën nuk ka shtet", "Tokat tona nuk janë për mafjen", "SPAK, drejtësi për pronat e Riollit" dhe "Nxirrni jashtë zaptuesit". Në fjalën e tij, aktivisti Mark Qehaja shprehu dyshime të thella për paketën e maleve, duke e cilësuar si një mekanizëm që fsheh tentativa për të rrëmbyer tokat e banorëve vendas. Kjo paket u shërben oligarkëve dhe atyre që ndihmuan në ardhin e pushtet aktual, tha ai. Qehaja akuzoi drejt për së drejti kryeministin Rama, duke kujtuar atij takimet politike në Beograd me pasuesin e Miloševićit Aleksandar Vučićin. Rama, në veprimet të tilla që bien ndesh me interesa kombëtare dhe që po dëmtojnë unitetin dhe besimin e shqiptarëve kudo që janë, i ka tradhtuar interesat e shqiptarëve kudo, tha ai. Në fund, aktivisti Mark Qehaj bëri thirrje të gjithë shqiptarëve kudo që janë që të mbështesin banorët e Riollit, motrat edhe vëllezërit e tyre në protestat për qëndrimin trimëror dhe fisnik kundrejt kësaj makinerie shkatërruese të vendit tonë, si e quajti ai. Që vllazërit tonë po bojnë atje për disa javë. Unë duhet të theksoj që kur u dëgjuar fjala paketa e moleve, ajo kishte një errësim brenda dhe kjo ishte vetëm për të rrëmbyer tokën vllazërve tonë, e njerëzve tonë që janë stiv edhe rritë në prezat. Kjo është një padrejtësi e madhe, por kësaj parapriu shpërngulja shqiptarëve në të gjitha trojet për t'ia marrë oligarkët, ata të cilët ndihmuan të vinë pushtet Edi Rama, i cili me veprimet e tij që takimin në Beograd me Miloševićin, me pasuesin e tij Vučić, ai trahtoi interesat e shqiptarëve dhe vazhdon t'i trahtojë. Prandaj me këtë rast unë bëj thirrje që të gjithë shqiptarët ku të jenë të mbështesin Riollin, protestat trimërore që bën ata, qëndrimin trimëror të gravet, të vëllezërve tonë atje për të ndaluar këtë makinë që e cila po shkatron vendin tonë. Unë e bëj thirrje me këtë rast edhe policisë. Policia duhet të distancohet nga përplasjet dhe popullin tonë atje në Shqipëri. Sepse Një protestuese me origjinë nga zona u shpreh emocionuese: "Ne po protestojmë sepse na merret padrejtisht prona e trashëguar nga të parët tanë. Nuk kërkojmë asgjë më shumë se drejtësinë tonë bazë, të jetojmë të lirë në tokat tona." Gjatë protestës, e cila zgjati më shumë se një orë, folën edhe disa banorë të Riollit dhe mbështetës të tyre. Ata dënuan çdo formë dhune ndaj protestuesve në Shqipëri dhe bën thirrje për ndërhyrje të menjëhershme të institucioneve, veçanërisht SPAK-ut, për të hetuar pretendimet e uzurpimit të pronave. Ku ka kanë lesh? Ka marrë nipin tem, e kanë arrestuar për 5 orë, sa kanë ai aty. Edi Rama, sa ka i këtë rana ka lëshua. Për qa? Zdi gjo, pse e kanë dënuar. A i që është të thotë e kanë kapë. Atër flasim për Edi Rama. Qa është Edi Rama? Edi Rama kriminal. thjesht se ka protestuar për pronën e vet. 3 muaj janë banorët e Riollit të protestua në mënyrë pasore për drejtën e pronës së tyre. A marrë një mënyrë pa drejtë prona. Janë të ndërtua të bë murg kufi, si kufini Meksiks me Amerikën, për me lanë mi nalua e banorët, edhe mos me shkute toka atyne dhe ba punime pa liqme në atë. I bajtirë, Edi Rams, edhe Sali Berisha, vinë aty, se kanë marrë votën 30-40 vjetë aty prej aty në banorëve. Hajde, vinë aty, e të flasin me banorë, s'ja puna, edhe të ndajnë gjana, të nalin punimet, jenë në procese gjyët.
Mbarojnë procesët gjyqësore, të jepet e drejta aty në banorëve, aty si janë të i marrë, e të i fut pa 4 personë për çdo ditë, e të i lanë të izolu. Protesta u zhvillua në mënyrë të qetë dhe pa incidente, duke demonstruar pjekuri dhe vendosmëri. Mesazhi qendror ishte i thjeshtë, por i fuqishëm: mbrojtja e pronës private është themeli i një shteti të së drejtës. Pa respekt për të drejtat e pronarëve, nuk mund të ketë besim tek institucionet apo zhvillimin të qëndrueshëm të vendit. Kjo protestë në New York tregon se zëri i banorëve në Bucks Riolit po gjen jehon edhe në diasporë, por mbetet e dyshimt se a do të dëgjohet kjo thirrje për drejtësi në Tiranë. Protesta po ashtu tregoi se uniteti midis atdheut dhe diasporës mund të bëjë ndryshimin vendimtar në vendlinjen tonë. Për televizionin e shqiptarëve të Amerikës Alb TV USA, nga New Yorku, Beqir Sina.